Shikues të dashur, u rikthyem edhe për pjesën e dytë të emisionit mëngjesit. Në këtë pjesë do të flasim për reformat në arsim, vitin gjysmëvjetorin e këtij viti, po ashtu për pushimin dimror tash që do të vijë për nxënësit. Dhe tutje do të flasim pra me Visar Osmanin, që është drejtor në shkollën e Minduraku, dhe po ashtu Besart Ismaili, që është drejtor në shkollën e Gjelbër. Flasim edhe për mësimin tërditor, meqense kemi dy shkolla, njëra me ciklin 6 deri në 9, e cila nuk zhvillon një mësim tërditor, dhe shkolla e Gjelbërt që është tash në vitin e dytë të kësaj reforme të re të mësimit tërditor, dhe flasim i gjejmë të mira dhe ato ndoshta anët negative dhe mangësitë të cilat mundet me i pas edhe mësimit tërditor. Mirëmëngjes, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjes, mirë se vjetëm. Kënaqësi që ju kemi këtu, po ashtu edhe shkolla e Minduraku ka shënuar 78 vjetorin e krijimit të kësaj shkolle, themelimit në fakt, dhe që shkoj festa urime po ashtu. Faleminderit shumë, festa ka shkuar zakonisht mirë, si zakonisht programi pasur kultur artistik, dhe e ka bo ma veçantë këtë përvjetor, e tha në fillim të emisionit, se institucioni jonë është prisi reformave në Komunë Prishtinës, dhe çdo gjë ka qenë mirë, KTV-ja ka transmetu, e ka ndjek live në gjarën, që falenderoj shumë, dhe uroj që ta kremtojmë në të 80 vjetorin. Kur t'i vje koha. Uroj që t'jetë ashtu, është kënaqësi me përcjell për shkak se ka aktivitete të shumë ta ke shkollë ndër sikurse edhe shkollat e tjera, megjithatë kemi përcjell mjaft shumë dhe kemi sjellë edhe në emisionin e mëngjesit. Qysh ka shku ky gjysmëvjetor në shkollën e Gjelbër dhe qysh shkoi mësimi tërditor? Edhe një faleminderit për ftesën. Mësimi tërditor tash 2 vite në shkollën e Gjelbër është funksional. Jemi shkolla e vetme me zbashku Qamil Batallin që kemi filluar para 2 vite faktikisht tamën me kohë me 2 shtator. Ka qenë një pregaditje e mirë. Viti i parë ka qenë thujase si në mjegu, se nuk e kemi ditë çka si po funksionon, po gradualisht e kemi marrë edhe ne vetën, po tash viti i dytë është shumë më mirë, shumë më ndryshe, i kemi pa ku i kemi tmetat, i kemi pa ku i kemi problemet. E mira është që të ne të gjithë mësimdhënësit, mësuesit kam pranuar të kenë mësim tërditor, nuk kam pas vështirësi as komuna për me siguru staf, kështu që jemi jashtëzakonisht kënaqur me këtë reformë. Ka pas investime, ka pas ndryshime shumë të mëdha sa i përket ristrukturimit. Mendoj që është kjo e mirë për të gjithë prindërit të cilët i kanë fëmijët në shkollë, të mësimit tërditor, është fat. Edhe për nxënësit do thotë ka pas sukses, apo? Kemi pa të mirat? Në bazë të rezultateve dhe statistikave që i kemi nxjerrë nga viti i kaluar së bashku me Institutin Pedagogjik, jemi aty, për arsye se ka qenë vetëm viti i parë, ka një rritje, po jemi fokusuar shumë tek aktivitetet e mësimit tërditor, mësimi rregullt është aty, ndërsa aktivitetet sigurisht që kanë rezultate. Edhe aktivitetet bëhen në kuadër të kurikulës, atë çka mësojnë në teori, pastaj bëhet edhe një lloj praktika apo aktivitetet që bëhet të nxënit përmes aktiviteteve apo jo? Kemi disa aktivitete të cilat nuk janë të përfshime në mësim, si për shembull kemi kodimin, është jashtë procesit, lanë zgjedhore, e kemi mandej edhe disa lanë të tjera ku mendoj që janë mjaft profitabile aktivitete sportive. Kështu që mendoj që është një rezultat shumë i mirë. Po, ndërsa për shkollën e Minduraku që ka qenë kjo gjysmëvjetor dhe pse në këtë rast nuk ka qenë shkolla e Minduraku në mësimin tërditor? Spari është, ku është fillu vit në kalum, është marrë vendim prej Komunës Prishtinës që të fillohet me 5 shkolla, aty ku ka mundësi dhe ku ka kushte, nivelin i 5. E mira këtij procesi është ndarja niveleve. Se edhe udhëzimet administrative dhe ligje për arsimin parandimëzjetare parashen ndarjen e niveleve. Domthoni jo me një objekt që ndrojnë edhe klasë parafillore dhe klasë e 9-ta. Një punë që është bë, mendoj që është bëhet më herët, komuna tjera si komuna e Gjakovës, e Vushtrës, komuna e Shtimës i kanë nivelet e ndame dhe ka funksionuar mirë. Ne kemi marrë praktika me këto komuna, kemi vizitu edhe shkolla jashtë vendit me pa për afër procesin. Shkolla jonë, mas 7 viteve është kthy e mes me ullët,
duke bo ndrimin me nxënës me shkollën Çamil Batalli, nësa vitin e dytë, këtë vit shkollor, e kemi pranu edhe shkollën fillore Pjetër Bogdani, pra 6 anë, kështu që kjo reforme në komunë s'pare ka prej shkollën me Draku, që t'i hap rrugë mësimit të editor në shkollën Çamil Batalli, në shkollën Pjetër Bogdani, por edhe në shkollën Zejn Hajdini, sepse nxënët të shkollën Zejn Hajdini një vit e kanë shfrytzuar objekt në shkollës tonë, mirë që atje është renovu, është bërë gati objekti edhe aty ka fillu këtë vit, do më thonë, në mësimit të editor të ciklin i 5. Si proces, e tha kolegu Besart, i ka pas fillim ato mangësit e veta, paralel kemi shku me trajnim stafit, me pregaditje infrastrukturës, me anën tjetër dokumentacion pedagogjik, hartimin e dokumentit kurikull për aktivitete, por me gjithatë viti dytë është shumë ma i letë, ma i pranushëm edhe të komuniteti, edhe sidomos të prind, ata janë që i ka dhonë vullë të i proces, sepse nëse marrën parasysh një fakt, në shkollën time kanë qenë dikun 200 nxënës që kanë qëndru në qëndrim ditor. I kanë dërgu prind qëndrim ditor për shkak të angazhimeve në punë që i kanë pas. Ka qenë pa mundur që ti marrën apo ti lënë dy kuvert. Absolut, tash ato 200 familje, 200 prind, 200 nxënës, duke kanë matë kostë në shpenzimit dhe 200 euro mujore duke lënë fëmijë qëndrim ditor, tash rrinë në shkollë, në kushte jashtëzakonisht mira, atë sa kemi sa i shumë që është investu, respektivisht Komuna e Prishtinës ka do buxhet dhe ka investu që të kryon kushtet jo vetëm të proklamohet një projekt dhe mësimit të editorë dhe mos këtë kushte elementare. Jo, në këto kushte, në këto shkolla që është të apliku shkolla mësimit të editorë, ka kushte, edhe po flasë të shkolla e Midoraku, është viti 5 që jemi, edhe kushtet janë bashkohore për një shkollë e shekullit 21, që zhvillohet mësimi i rregullt. Është jashtëzakonisht, është si proces të shkumar, i kemi arrit me integru 3 shkolla në ne, pa probleme. Po i zanë shkolla gjitha. Edhe një po dojmë me morë tash, prej viti tashëm. Jo i keni hapë dyrt me të vërtet. Kemi hapë dyrt, po. Reforma këte, po. Po. Me gjitha të, ka edhe, thamë edhe aktivitetet shumë ta pavarësisht numërit të matë në nxënës, dhe pra cilat realizohen. Numëri nuk është edhe kemi smak që mali me numëri matë matë që prinë në Balkanë, në Evropë, po. është një numër i kapshëm, një numër solid, objekti ofron kushte fizike, edhe për ka 2 paralele, planifikojmë tarmën nëse ka shkolla tjera për që i hynë mësimit të editorës që është me të braktari, dhe aty është të diskutu forme e reorganizimit të ciklit 6 nënë, do që një pjesë e tyre sistemon shkollën tonë. Cilat ishte vështirësitë e para, investimet e para që u bënë vitin e kaluar sa i përket mësimit të editorë? Vështirësi ka qenë me kuzhinën dhe se ambientu, ka pas fëmijë të cilët edhe nuk e kanë hangër ushqimin të cilët është pregadit nga kuzhina qendrore, që mendoj që është pregadit me nutricist edhe është ndër ushqimet e mira, që nuk ka, është tamam adekuat për këta fëmijë, se përgatitet edhe për qellën e njëkohësisht përgatitet edhe për nxënësit. Ajo ka qenë vështirësia më e madhe, madje ka qenë orari i mësimdhënësve të cilët është dashur mi koordinu së bashku me aktivitetet, po e thash edhe më herët duhet falenderoj mësimdhënësat për punën edhe angazhimin të cilën e kanë bërë, që nuk kanë hezituar. Orari rregullt i klasëve të para dhe të dyta është deri në ora 2:30, ndërsa 3, 4, 5 është në ora 3:30 përfundon procesi mësimor. Me një pauzë një orëshe të cilët e kanë ushqimin e drekës. Ajo ka qenë vështirësia më e madhe. Në të tjera nuk ka pasur vështirësi, pasi që janë pregaditur, kemi punu ndoshta 3-4 muaj nëse nuk gabojnë në për takime, në për seminare, me ekspertat të ndryshëm të përpilohet një orar, po që disa shkolla kanë pas pak vështirësi sa i përket kuadrit mësimor, po që në shkollën e Gjerbër nuk është të vrejt kjo, e mira është që të gjithë mësimdhënësit mundohen, kontribojnë, edhe jepin më të mirën prej vetës, që nxënësit tonë të keni rezultate dhe kjo reformë të ketë sa më shumë jetëgjatësi edhe të ketë ngritje. Po, reformat të tjera në arsëm në këtë vit ka pas apo jo, sepse çdo herë vi me diçka të re. Po, tash është u zgjeruar rrjeti i shkollave që... Po, kjo po. Janë 77 shkolla tjera, tash janë bërë gjithsej 12 shkolla,
të mësimit tërditor, ka shkollat që i kanë edhe 6-9 në mësim tërditor, nërsa shkollat Gjelbër e disa shkollat tjera janë vetëm me 1-5, edhe 2 shkolla, Ganimetit Tërbeshi, edhe Teuta, Grashtic. Edhe në Kishnic, Barileva. Janë disa shkollat që kanë një numër më të vogël të nxënësve dhe kanë edhe mësimin tërditor së bashku me nxënësit edhe klasës 6-9. Nërsa shkolla Gjelbër, Nazim Gafuri janë dalë në objekt tjetër, për shkak të krijimit të hapësirave për mësimin 1-5. Përgatitja mësimdhënësve është bërë, thanë që ka pas trajnime e gjëra të tjera, po përgatitja dhe ana emocionale, psiqike, fëmijëve ka pas ndikim këtu, apo jo, për shkak se deri dikur kemi qëndruar në një orar më të shkurt, ndërsa tash e kemi zgjatë më tepër. E di që ka pas fëmijë që kanë qëndruar në qëndrim ditor, po thuajse mund të ketë qenë e ngjashme, po një ndryshim ka ndodhur edhe për ta. Viti i parë ka qenë sfiduese, edhe për neve, edhe për prindrit, edhe për nxënësit, për të gjithë. Për klasët e para, ka qenë pak ma problem pasi që ata në kopsht jë mësu me 1 orë e gjys, 2 orë, 2 orë e gjys, deri në 3 orë maksimumi me gjitha aktivitetet cilat i kanë. Disa janë edhe mësim tërditor në formë lojës, dërsa kur janë kyç në sistemin tërditor, po dhe ne nuk jemi shku me njëherë edhe ata t'i ngarkojmë, gradualisht jemi shku duke e ngarku edhe klasët e para. Kështu që mendoj, është pak lodhje për fëmijë, pasi që ka dhe aktivitete, ka lodhje, qëndrim në karrika, po jemi mundu mi apo sa më atraktive, sa më mirë, sidomos krimi i kushteve, dhomës filmit që është në shkollën e Gjelbër, kur nxënësit dramë teatër shkojnë në dhomë të filmit, ka aktivitete sportive, ka shkencë, ka që mi apo sa më atraktive, ndosa detyrat e shtëpisë, mandej ku shkojnë shtëpe janë të lirë, edhe është një gjë mirë, sidomos për prindërit ju ka kriju kushte, që edhe ata ju ka hap rrugë që edhe ata të kyqen në puna. Madje sot prindërit kryesisht kur regjistrojnë fëmijët për klasën e parë, shikojnë të regjistrojnë në shkolla të cilat po funksionon mësimi tërditore. Kanë si kriterë dhe kërkesë po më e madhe. Pushimi dimrora do të filloj tash, me cilën do të jenë në pushim 24. Deri me 8 janar. Dhe qysh mendoni që të zhvillohet kjo, do t'jenë të angazhuar edhe gjatë pushimit dimror apo jo fëmijët? Më thonë drejtën e ato procedurat, nxënës shohën, lirohen me 24 e në komunikohet suksesi. Madje çështje administrative janë të shkollave, cila arrin me i kryu ma shpejt dhe kuptohet me liru pak në mësimdhan, se është fundi vitit, ka qenë i vetë bajgi, i angazhum, i ngjeshur dhe nuk kanë mungu asë rezultatet, nuk kanë mungu, dhe fillojmë vitin arshëm me energji të reja, me projekte të reja. Ka diçka një kërkes apo një synim që e keni si shkollë për vitin 2026? Me thonë drejtën kemi ne synime, se cila shkollë i ka ato planin vjetor, i ka planet e zhvillimit, po kemi synime, tash që është procesi, janë organizimi garave në nivel komunal, që jemi të pregadit të 2 ciklet të 6-9 për pjesëmarrje në gara. Kemi përfundu proces në digitalizimit në shkolla, si që ka qenë edhe këto shkollat 1-5, mande ka fillu me këto shkollat 6-9, dhe projekte tjera të cilat janë planifikuare për mrena një vitet të cilat zbatueshmërinë e kanë në baza mujore. Ne kemi një projekt me Rotarian Amerikan, ka qenë ndërtimi amfiteatrit për shkak të jashtëm, për shkak të bllokimit të fondeve prej USAID-it Amerikan që kanë ndodhur kjo periudhë e fundit, na ka penalizuar neve si projekt i cili është aprovu nga Rotarian Amerikan. E presim ta jetësojmë atë projekt e cili është jashtëzakonisht i nevojshëm për komunitetin tonë shkollor, duke pas parasysh se aty shkollën tonë ndjekin pse me dhe fëmijë të komuniteteve pakic, dhe kjo të kishte me ndihmu jashtëzakonisht shumë për organizimin e aktiviteteve të pjesës veriore të shkollave që janë komunë Prishtinës. Këto e kemi si synim, një projekt që kemi premtu, të tjera të jemi relativisht mirë. Drejtori Visari përmeni që janë kriju kushte, është fat që synimi ka qenë sigurisht të na, po edhe në për shkolla tjera, na e kemi qenë të parë të cilat janë investu me kapacitete maksimale të cilat ka pasur dhe komuna e Prishtinës, tash sigurisht që synojmë ngritjen e cilësisë, se për të tjera kushtet i kemi kriju si është më smiri në për shkollat tona, fal komunës së Prishtinës,
që e tash synohet ngritja e cilësisë, të punojmë, të shohim rezultatet, tash dalim edhe me rezultatet të gjyqëtorit të parë, do të bëhet krahasimi i gjyqëtorit të parë të vitit para prak, edhe me këta si vjet, edhe të shohim se si ka rezultat, ku kemi ngecje, ku kemi probleme, e tutje të shohim ngritja e cilësisë sigurisht. Dhe uroj që t'jenë rezultatet të mira dhe këto të këtij gjysmëvjetorit të kalojnë në vitet e Të jemi kaluara. prapë në emision dhe të diskutojmë të arritëm. Na punën tonë e bëjmë të gjithë mësimdhënësit janë të përkushtuar maksimalisht edhe mandej rezultate. Dhe i përgëzojmë po ashtu edhe për punën cilën e bëjnë, sepse ka një numër, një klasë të cilën angazhohen me ta, patjetër edhe tash një rohar edhe më gjatë, një fokus edhe më tepër. Faleminderit shumë për kohën, kënaqësi që ju pata në studio, uroj që t'ju shkojmë mbar edhe kjo përmbyllje e këtij gjysmëvjetore dhe tutje të kalojmë edhe në arritje të synimeve të tjera. Kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën. Ishte kënaqësi.